Mirë, ne jemi në hapësirën e intervistës. Do ndalim në këto momente tek një aksion që është zhvilluar nga tatimet tek agjensit imobiliare. Në fakt ka patur reagime të ndryshme, sepse zyrat e pasurive të paluajtshme u kontrolluan nga organet tatimore, por nga ana tjetër duket si një formë, sipas shoqatës mbrojtjes pikërisht të agjensive të pasurive të paluajtshme, për të prishur atë reputacionin e tyre në mënyrën se si ata e kanë prezantuar këtë aksion tek mediat. Ne do të flasim pikërisht për atë se çfarë ka patur në fokus, le të themi, tatimet, agjensit tatimore përballë atyre të pasurive të paluajtshme dhe çfarë ka sjell kjo, le të themi, drejt për drejt tek dëmet që ata konsiderojnë se kanë ardhur me këtë aksion. Ditën e sotme me ne në studio është drejtori ekzekutiv i shoqatës kombëtare të ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme, Reinald Pyria, i cili është më shumë në studio, do të na tregoj pikërisht se si e kanë parë këtë aksion, sepse në fakt reagimet kanë qenë të shumta, apo jo, Reinald? Po, është vërtet. Ju e keni kundërshtuar, por edhe denoncuar në një farë forme publikisht këtë aksion të bëra nga organet tatimore, jo për aksionin në vetvete, se sa për mënyrën se si është prezantuar në media, në mos gaboj, apo jo? Po, është e vërtet. Në të njëjtën kohë, po themi, nuk kemi kundër kontrolleve, për shkak se po të shikojmë edhe brendësinë e reagimit tonë publik. Unë nuk besoj që ka sot një shoqatë sektoriale që në 2 vite të ketë denoncuar fenomene informaliteti dhe të ketë reklamuar, të ketë dërguar në zyrat e Ministrisë Drejtësisë, në zyrat e inteligjencës financiare, që praktikisht është hetimi financiar për gjithë Shqipërinë, në zyrat e vetë hetimit tatimor, mbi 150 raste të ushtrimit të palishëm të real estate-it. Kështu që jemi pra realisht kemi bashkëpunuar, por mënyra se si është ekzekutuar dhe ky lloj marketimi, mediatizimi, 24 orë, pasi ka ndodhur kontrolli i parë, pra faza e parë e kontrollit, të dalësh me rezultate dhe ta bësh kaq gjë të madhe, mendoj që nuk shkon dhe nuk është Se e gjykoni të tillë, se nëse shkeljet kanë qenë? Po nëse njohim, po kanë qenë shkeljet, po kur arritën të dalin rezultate për 24 orë? Pra nëse kryen një hetim tatimor, ose nëse kryen një proces kontrolli, ti duhet përpunosh rezultate, dalësh me projekte. Çfarë kanë sekuestruar? Po është e paqartë çfarë kanë sekuestruar, sepse akoma nuk janë të qarta projekte. Prandaj them që ka një periudhë. Pra nëse shikojmë publikimin e Drejtorisë Përgjithshme Tatime, e hetimit tatimor, direkte me rezultat, kemi gjetur pa deklarim punonjësit, kemi gjetur probleme me evazionin, diferenca çmime, të gjitha këto për 9 raste. E di se sa zyra real estate ka sot gjithë Shqipërinë? Ka 450 zyra real estate. E di se sa nipte ka sot në Shqipëri për real estate? Ka 3500 nipte. Vetëm 9 raste. Dhe pranaj ne kemi parë shqetësim, po prit, hajde të kontrollojmë gjithë sektorin. Patjetër, dhe ne vetë kemi çuar emra, sa po e thash, 2 vite, 150 emra që po them ja ku janë. Pa fund kemi çuar informacion për të gjithë informalitetin dhe kemi pjesë të shkresës, nëse lexojmë gjithë informalitetin që ndodh në portalet online, në platformat online. Guxoni të hapin platformat online të shikojnë. Nuk është ky realiteti, nuk është këto që janë fizikisht pjesa më problematike. Ju jeni kundra mënyrës se si është propaganduar ky aksion nga ana tyre? Ne jemi, le të kontrollohen, le ta kemi të qartë, sepse plani i sektorit, po themi i monitorimit të sektorit të ndërtimit, është botuar diku në datën 20-21 janar. Kontrollet kanë ndodhur në të hënën. Pra, plani ka dalë 2 ditë pas kontrolleve. Na jepni në dispozicion planin. Hajde të diskutojmë çfarë kërkoni dhe hajde të japim të gjithë informacionin. Dhe nëse shikojmë planin e sektorit të ndërtimit, e hetimit të sektorit të ndërtimit, agjencitë imobiliare janë 1 nga 6-7 dhe është me titullin do të marrim informacion. Pra jo do të vi, tetoj, kontrolloj, të heq gjithë biznesin, të dëmtoj gjithë biznesin. Disa shkelje janë evidente dhe nuk ka nevojë për një proces hetimor të gjatë, besoj që ata dalin me konkluzion. Pra, ndoshta është një proces i shpejtë i cili verifikon që realisht ka patur shkelje dhe për ato shkelje të cilat ata... Po nuk mund të ndodhë, në asnjë rast, nëse ti po thuaj që jemi duke gjetur evazion fiskal që është vepër penale, ka një proces hetimi. Pra nuk mund të dalë, dhe që të dalësh në një vepër penale, do duhet ketë një proces hetimi dhe do duhet vinë në dispozicion. Erdhat, kontrollova, urdhron një me aktet, a jemi dakord që kjo qëndron, e firmosim dhe ecim. Pra, normalisht në çdo procedurë të hetimit tatimor ka një rregull. Megjithatë, unë nuk po them që mos kontrollohemi. Pra kemi thënë, hajde të kontrollojmë, madje urdhroni ku i keni problematikat. Veti kemi denoncuar fenomenet. Ajo që është dëmtim që ti propagandon në këtë lloj mënyre për 9 raste duke baltosur gjithë sistemin, gjithë industrinë. Prandaj dhe kanë qenë reagimet
shumë të forta sepse prit një sekond dhe hajde të njihemi cili është plani punës që t'ja vendosim në informacion të gjithë, të vendosim në dispozicion gjithë informacionin që ju dëshironi. Aq më tepër për një sektor dhe për një shoqat që jo vetëm që ka bashkëpunuar në 2-3 vite, por që është pjesë e disa vlerësime të Shqipërisë, që Shqipëria të ecë përpara. Ne kemi përmendur se institucionet që ne punojmë edhe nxjerrin fenomene që duhet të adresohen. Meqense pikërisht ajo që ju thoni me të drejtë është që ne nuk kemi kundër një aksioni nga organet tatimore, por mënyra se si po shfaqet në rrjetet sociale, në media, duke krijuar një lloj paqartësie, por edhe pasigurie të qytetarëve tek agjencitë imobiliare. Nëse ne flasim, prandaj thash po i marrim një nga një, pa deklarimi shpeshherë i pagave të punonjësve, apo jo? Po. Në disa agjenci patjetër që mund të jetë në rregull, ka agjenci të tjera të cilat nga ana tjetër vërtet kanë patur shkelje të tilla. Mendoni që meritonte një hetim më të gjerë? Ka patur informacione të rreme që sipas jush janë dhënë nga organet? Çiko, të nxjerrësh një video brenda 24 orëve që ne gjetëm 1, 2, 3 elemente pa mbaruar të gjithë procesin e kontrollit të hetimit, artimit të akteve dhe njohen me aktet, mendoj që është pak e nxituar. Këtë jemi duke thënë, nuk po themi... Se ata nuk kanë dalë për gjitha agjensitë, pra edhe nga ana e tyre ka patur një ndarje të agjensive cilat realisht kanë qenë në zbatim të rregullave dhe të tjerat për të bërë atë diferencën shpeshherë. Po nuk e kanë, pra e kanë të përgjithshme, që ne dolëm, vajtëm, kontrolluam, u bënami. Pra ne jemi pak kundër këtij lloji përqasje, sepse nuk ndihmon. Praktikisht nuk ndihmon. Unë e tregova, kemi 450 zyra në teren, 9, ke pafund. Unë besoj që ka 1500 raste që i gjem pa fund online, të pa licencuar. Shko pra mbylli portalet. Kemi 2 vite, 3 vite, disiplinoj portalet, regulloj portalet. Pra godit këta. Unë besoj që janë 1500. Pa licenca, pa nipte. Mund tjetë i parashikuar në momentet dyta, ne po flasim për këtë, pra nuk besoj që është me vend një krahasim i tillë. Jo, nuk po ta sjell problemin në raste që kemi në dritë të diellit. Ato i ke pasur, i ke aty, vazhdoj inspektoj. Po kjo nuk do të thotë që ata të kemë probleme dhe ne të mbyllim mirë sy, megjithatë. Jo, nuk jam duke thënë këtë gjë, por nuk fillohet kështu. Tani ju keni pasur shqetësim për sa i përket edhe mënyrës se si janë sjell agjentët tatimor, pra kanë pasur një sjellje të papërshtatshme, keni thënë, çfarë do të thotë kjo? Si ka qenë raporti? Ne nuk e kemi thënë kanë pasur një sjellje të papërshtatshme, kemi thënë klima e sekuestrimit menjëherë të pajisjeve elektronike, mendoj që i vendos në presion këdo i cili dëshiron të ketë një biznes e të vazhdoj të ketë në përmirësim. Po mirë, presioni shpeshherë është i mirë dhe pozitiv për të patur një reagim. Po të shikojmë kuadrin ligjor, merr kopje të dhënave, të vendos një laptop, një kompjuter në dispozicion, merr kopje të dhënave, urdhëro çfarë duhet, hajde firmosen në proces verbalin dhe lutem vazhdo. Rinaldo, mund të ketë një reagim pas nga agjencitë dhe të prishen ato që mund të konsiderohen si prova. Po jo, pra merr kopje të dhënave, për dhe kopje të dhënave i merr në dispozicion të individit dhe i merr në proces verbal që janë të njësuara origjinale. Domethënë, po të lexojmë dhe prap nuk kemi duke thënë mos e bëni këtë gjë. Thjesht mos të propagandohet dhe mos të jetë kjo klimë, sepse për ndryshe do të jetë vështirë. Pra kushdo i cili është në këtë sektor dhe po përpiqet që të formalizohet dhe të ecë gjithmonë më mirë, kundrejt një fenomeni masiv të informalitetit në platformat online, çfarë do të bëj? Ti po e ndihmon apo po e dekurojmë? Po thua di çfarë, unë e di ku ti je, po të vit, po të ka. Shumë mirë njerëzit do të thonë po mirë, po këta që janë këtu. Po ikim me këta. Po nuk formalizohet duke mos deklaruar pagat e plota të punonjësve. Po ku i gjetën pra? Këtë jam duke thënë, nuk ka një projekt akt. Pra këtë po themi, prisni të mbaroni hetimet, hajde të shikojmë gjithë sektorin dhe dalim me një rezultat për gjithë sektorin. Nuk e, më thënë, praktikisht është shumë shqipe ta. Patur një nga agentët organorë që ka qenë pjesë, le të themi, e shkeljeve që kanë hasur. Unë besoj që një nga pikat që edhe nga ana e qytetarëve ngjalli shumë diskutime dhe shumë komente në rrjetet sociale ka qenë deklarimi i çmimeve të shitjes nën vlerën reale. Dhe besoj që kush e bën shitin? E bën shitsi. Deklarimi ndodh me dishisit dhe blerësit, nuk ndodh tek agjencia. Duhet kuptojmë këtë gjë. Deklarimi ndodh me dishisit, nuk e vendos agjencia se sa e shet dhe sa deklaron. Jo, po ka një lloj konsultimi kam përshtypjen, sepse ajo që diskutohet më së shumti vitet e fundit është që ka një lloj, le të themi, ndërhyrje nga agjencitë për çmimin për të arritur në mënyrë që edhe baza e tyre, se po flasim për atë diskutim që është më i gjerë në tregun shqiptar. E keni në shkresë, ndërmjet së pasurisë paluajtshme është një profesion i rregulluar me ligj. Askush nuk do të hynte riskut për të lënë atë licencë që e ka marrë për të ushtruar praktikisht profesionin. Më kuptoni? Kështu që nuk mendoj që është kaq shumë masive dhe është e zeza mbi të bardhë dhe është për të gjithë. Ka raste, po patjetër që mund të ketë raste që lajthisin
duan djegin licencën dhe shkojnë të drejtim. Por jo, por nuk është kjo e gjitha. Unë e kuptoj mlefin, unë e kuptoj që ne vdesim për klikime, unë e kuptoj që hidhi një mish audiencës dhe patjetër që, po jo, por nuk është kjo, nuk mund të godite një profesor. Nëse që pasurit e paluajshme janë në fokus gjatë viteve fundit për shkak se shumë të rinj nuk kanë mundësi më të blejnë një apartament, sepse shohin çmime të flyra. Një shoqat që është ngritur për shtrimin e përballueshëm siç jemi ngritur ne vitin e kaluar. Një profesion. Asnjë, jemi ne që po e bëjmë këtë gjë. Tani, jemi partner këtu, nuk mund të sillesh me një partner në të gjithë të procese, në të gjithë të diskurs që kemi 2 vite që punojmë për informalitetin për ta goditur, në të gjitha drejtimet, në të gjithë të diskurs që flasim për shtrimin e përballueshëm sepse e dim që është bërë e vështirë për të rinjt, ti vjen dhe godet, nuk qëndron. Ta kuptojmë pak, ju jeni të shqetësuar me reputacionin që po ju prishet ndaj këtij hetimi dhe rezultateve dhe temi të parakoshme që ata po japin pa kryer një proces përfundimtar hetimi, apo jeni të shqetësuar për kontrollet në vetvete që ju kanë bërë? Jo, më nuk kemi shqetësuar, ku e kemi thënë jemi shqetësuar për kontrollet? Jo, po e them unë. As gjikundi nuk e ke që ne jemi të shqetësuar për kontrollet. Madje themi, lutem na sqaroni planin operacional, siç e keni, shqetësorët vetëm ditën e dieshme, pardjeshme, kam iden, është zbardhur, na i vendosin dispon, hajde të ulim të flasim çfarë plani keni, hajde të ndihmojmë që të kontrolloni të gjithë sektorin, siç kemi ndihmuar Ministrinë e Drejtësisë, siç kemi ndihmuar Inteligjencën Financiare, siç kemi ndihmuar 2 vite me radhë. Ka informacione të rreme sipas jush dhe të pavërteta në ato që ata kanë shpërndar? Unë të paktën me raste që kanë folur kanë qenë rezultate totalisht të nxituara, kemi gjetur mos deklarim, fshetët çmimeve. Çfarë nuk qëndron ato konkretisht që kanë deklaruar? Nuk qëndron, pra këto të tre nuk qëndrojnë. Pra nuk ka punonjës të pa deklaruar me në 9 raste, në 3 raste gjeta këtë gjë. Nuk mund të thuash që etova 9 raste, në të 9-ta gjeta këtë gjë. Dhe gjithë sektori është problem. Pra e konsideroni të pavërtet nga ana e organeve tatimore? Unë besoj që po, sepse është 24 orë pra, ku dolën rezultatet, mi vendos në dispozicion rezultatet, që unë që jam inspektuar, kontrolluar. Ju si shoqat keni shkuar, keni patur një komunikim me organet tatimore për ta kundërshtuar? Kemi kërkuar takim, ndërkohë që ne si shoqat kemi furnizuar 2 vite hetimin tatimor me raste. Për tek saj, keni kërkuar, e kuptoj, kemi kërkuar një takim, po ditën e djeshme kemi kërkuar një takim. Pasi jemi njohur me të gjithë dinamika, sepse ne si shoqat nuk do të nxitonim të dinim direkte me një reagim ashtu siç bëri tatimet. Pyetëm, morëm antarët tanë, pam raste si ishin dhe pastaj vendosëm të kërkojmë një takim dhe të bëjmë një deklaratë publike. Po pra ditën e dieshme të kërkojmë takim me shkrim. Normalisht jemi në pritje të një përgjigje. Kështu që ne vendosëm këtë gjë, themi jo, do të shikojmë rastet, dhe kërkojmë takim për të njohur me gjithë procesin dhe për të parë si mund të asistojmë në gjithë procesin. Por duke ruajtur disa balancë. Nëse nuk ka shkelje nga organet tatimore ose informacione të pavërteta, do të vjoni ta konsideroni si të nxituar publikimin e informacioneve të tyre? Ne kemi thënë qëndrimin tonë. Një publikim i një video, një reagimi të tillë. Po, sepse ju keni frikën që mund të ketë informacione që nuk janë reale. Jo, është dëmtim i imazhit bazuar me një informacion i cili ne besojmë që nuk Tani Ronaldo, ju vjen keq apo jo, se cili përpiqet bëj punën e vet. Dhe në këtë rast ata janë përpjekur të reklamojnë punën e tyre duke goditur le të themi zyrat e agjencive imobiliare. Sikundër një vend që do të ikim nuk bëhet kështu. Sikundër policia bën një arrestim, jep të dhënat e autorit, dyshohet për këtë dhe hetimet vazhdojnë. Dhe në këtë rast besoj që ata kanë bërë një komunikat që janë bërë kontroll në këto 9 zyra, janë gjetur shkelje dhe do vazhdojmë besoj hetimet. Po nuk funksionon kështu. Po është prishur këtu le të themi imazhi nuk funksionon në këtë mënyrë, sidomos në një vend që do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Në një vend që është pjesë e Bashkimit Evropian, grupet e interesit, aktorët, hallkat e garantimit, siç është real estate, pra praktikisht duhet kuptojmë që ne sot jemi jashtë listës gri, edhe për arsye të real estate, i cili është i formalizuar në atë pjesë që është formalizuar, është me ligj dhe bashkëpunon me institucionet. Dhe po e këpute këtë hallk, ka një rrezik të madh për gjithë ne. E ristroj edhe një pyetje time, Rinaldo, në rast për të gjithë procesin integrim bashkëpunim evropian. Kështu që pra ne themi nuk funksionon kështu. Funksionon me këtë hallk, me këta partner, ulesh, tregon planin dhe ashtu siç kemi ndihmuar 2 vite, jemi gati të bashkëpunojmë dhe të ndihmojmë përsëri. Dhe madje ne kemi dhënë informacion që të lutem, ndiqi.
Ndiqi këtë gjë. Rinaldo, ju keni bërë tani një kërkesë, nëse do të keni një përgjigje dhe do të jeni përballë në një takim që do të keni me organet tatimore për ato analiza që ata kanë bërë në terren dhe del që ato që ata kanë deklaruar në media, komunikimet që ata kanë bërë, edhe pse brenda 24 orëve dalin të vërteta, pa shkelje dhe pa le të themi cënime, a do të tërhiqeni ju edhe nga këto deklarata si shoqat që keni bërë? Ne kemi bërë sepse problemi është nëse janë informacione të pavërteta, apo jo? Se ky është meraku juaj që po ju dëmtohet imazhi nga informacionet që cilat qëndrojnë. Sepse kjo nuk është për të gjithë. Prandaj unë them ka informacione të pavërteta. Për mua e vërteta është inspektuam në 9 raste, në 9 raste gjetëm këtë problem, në 3 raste këtë problem, në 5 raste këtë problem. Prandaj duhet ndarë. E dim që përgjegjësia është individuale. Përgjegjësia nuk është e të nëntë njësoj, nuk është e gjithë sektorit. Dhe kemi parë që përdorim rregullisht që përgjegjësia është individuale. Kështu që mbaro kontrollin e gjithë sektorit, hajde të bashkëpunojmë për të ndihmuar se si ta kontrollosh të gjithë sektorin, edhe pse sektori është vetëm një nga hallkat që kërkohet informacion sipas planit. Hajde të dalim në fund luftës ndaj informalitetit dhe dalim me një rezultat. Ku janë pikat e dobta dhe si mund ta rregullojmë. Dhe themi ku qëndron realisht e vërteta. Kur të mbarojë gjithë procesi. Dhe unë besoj që është një proces që nuk është për 24 orë. Kontrolli i sektorit të ndërtimit nuk besoj që është për 24 orë. Dhe aq më tepër, thash, real estate është një nga hallka. Po të marrim planin, fillon që nga SHK-ja, fillon që nga bashkia. Pra kur themi diferenca me deklarimet çmimet, i ke në SHK, i ke kudo. Se real estate ishte problemi më i madh. Është qartë. Që të dalim në këtë mënyrë. Një nga problemet shpesh. Një nga problemet. Atëherë hajde të mbarojmë gjithë kontrollin dhe të dalim në mënyrë publike, po, këtu i gjetëm probleme, në të gjitha këto hallka dhe kemi marrë këto masa. A keni lënë për ta përmbyllur ndonjë takim të mundshëm për diskutuar? Jemi në pritje të përgjithë të institucioneve shtetërore. Praktikisht që të ulim në tavolinë edhe të flasim për të gjithë procesin e kontrollit që do të bëhet në real estate. Dhe urojmë shpejt që ta zgjidhni. Faleminderit. Faleminderit Rinaldo që ishte këtu. Ne do shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.